Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës virgjëreshës. Do bëjmë një mesazh për ju dhe të dashur virgjëresha. Asi I monedhës. Në përgjithësi, kjo letër tregon fillimet e reja në planin material, mundësive të prekshme dhe stabilitetit që po rritet ngadalë por sigurt. Të dashur virgjëreshë, kjo letër në këtë variant, si mesazh, paraqet fillim si një dhuratë nga toka, diçka e shenjtë që ka nevojë për kujdes, respekt dhe durim. Një mundësi e re po shfaqet diçka që ka potencial të sjellë stabilitet, siguri dhe rritje të qëndrueshme në jetën tënde. Mund të lidhet me punë të re, projekt, shtëpi, investime apo një marrëdhënie me baza të forta, do të thotë stabile dhe shumë të sigurta. Kujdesu për këtë mundësi si për një farë që ka nevojë për ngrohje edhe pse jashtë është dimër, pra mbajet të gjallë besimin edhe në kohë pritje. Vepron ngadalë me kujdes dhe me përkushtim. Nga që atë të re, çfarëdo që të jetë, është aty.